Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u çel ekspozita John Milley, retrospektiv. Një ngjarje e rëndësishme kulturore që sjell për herë të parë në Shqipëri një përzgjedhje origjinale fotografish dhe materialesh arkivore të fotografit shqiptaro-amerikan John Milley. Ekspozita ka prezantuar vepra që dëshmojnë kontributin e jashtëzakonshëm të Milleyt në transformimin e fotografisë moderne. Ne mund të gjejmë fotografi të bleme në internet dhe t'i printojmë në ditët e sotme. Por fotografi stampa origjinale në rëndom quhen vintage prints është vërtet unike. I lindur në Korçë në vitin 1904 dhe i larguar drejt Shteteve të Bashkuara në moshë të re, John Milley ndërtoi një karrierë të jashtëzakonshme në kryqëzimin mes shkencës dhe artit. Milley arriti të krijojë imazhe që nuk regjistronin thjesht realitetin, por interpretonin atë në mënyra krejtësisht të reja. Kjo është ekspozita më e mirë që i është kushtuar ndonjëherë John Milleyt dhe jam shumë i lumtur që ajo po prezantohet në Muzeun Marubi. Me veprën e tij jam njohur rreth 50 vite më parë dhe që atëherë kam kuptuar rëndësinë që ai kishte në historinë e fotografisë dhe në jetën kulturore të qyteteve si New Yorku dhe Parisi. Një vend të veçantë në ekspozitë zën fotografitë ikonike të realizuara me Pablo Picasso në vitin 1949. Retrospektiva ka sjellë gjithashtu imazhe të vallëtarëve, muzikanëve dhe figurave të njohura të kulturës amerikane.